Në një ditë jo të lehtë për Kosovën nga kërkesa e prokurorisë së dhomave të specializuara për dënimin e ish-krerëve të UÇK-s, gazetari dhe opinionisti Berat Buzhala ka sjellë një këndvështrim krejt tjetër, duke u fokusuar te forca e eshtur e imazhit. Përmes një analize dhe një fotografie të ish-presidentit Hashim Thaçi në sallën e gjyqit ditën e sotme, Buzhala shkruan se përtej akuzave dhe viteve të kërkuara nga prokuroria, portreti i Thaçit rezaton përmbushje dhe as pak frikë. Buzhala e përshkruan Hashim Thaçin jo si një të pandehur të zakonshëm, por si arkitektin e një realiteti të ri ballkanik. Sipas tij, qetësia në fytyrën e ish-presidentit buron nga vetëdia e një misioni të kryer, realizimin e ëndrrës shekullore për çlirimin e Kosovës, duke sfiduar makineri të tëra propagande dhe diplomacie armike. Gjithë ditën sot e kam pas në përmendje këtë foto. Brenda kësaj foto kam lexuar gjithçka, një burr të qetë dhe të përmbushur, një burr që kur ishte djalë me zgjuarsi dhe guxime arriti synimin edhe ëndrrën qindra vjeçare të mbar popullit shqiptar, çlirimin e vendit përmes luftës dhe diplomacisë, i sfidoi bashkë me shokët e tij, ato 200 vjet Universitet të Beogradit dhe të Moskës. Jeta e tij prej vitit 1989 në 2008 është jeta e një populli dhe historia e një kontinenti, prandaj në këtë foto ti mundesh me pa një buzëqeshje të lehtë të një fitimtari. Prokuroria nuk i ka kërkuar ato 180 vite burg për hashën me shok, por i ka kërkuar për ne. Ky e ka jetuar jetën e vet. Në këtë foto nuk po shoh as frikë, as pasigurie, as pendim, po shoh qetësi, pothuajse të frikshme, qetësi të përzier me përbuzje për atë trup gjykues dhe për ne.